Një shërbim i rikarikimi mjeteve elektrike Osho-e Charge, i cili ofron energji të pastër dhe transport të qëndrueshëm, është prezantuar këtë të hëngra kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Kreu i qeverisë tha se brenda vitit të ardhshëm do të transformohen macat e energjisë duke kaluar në sistemin inteligjent. Besoj brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat e energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent me një parti të parë prej rreth 350.000 macash, do ta ul edhe më shumë nivelin e humbjeve teknike në rrjet, por edhe do të rrisë cilësisht faturimin e çdo konsumatori. Ndërsa pavarësia energjetike, u shpreh kryeministri Rama, do të arrihet brenda këtij mandati duke mos pasur nevojë për të importuar energji nga vendet e tjera. Është vetëm një çështje e pak vitesh brenda këtij mandati të katërt të qeverisë që ne të shpallim sovranitetin e plot energjetik dhe që të mos jemi më të varur as nga importi i energjisë dhe as nga luhatjet nga njëherë thuajse katastrofike që sjellin në tregun e energjisë krizat që nuk kanë të bëjnë fare me ne. Kryeministri Rama deklaroi dhe rritjen e pagave për punonjësit e Osho-s. Nga një indeksim prej 6.1% do të përfitojnë 6.800 punonjës të kompanisë. Elektricistët do të rritet paga me 75.000 lekë në muaj dhe inxhinierët do të përfitojnë një rritje me 1.250 lekë në muaj.